Përshëndetje të gjithëve. Mirë se vini në kanalin Astro Tarot. Sot do bëjmë një lexim ndryshe, një temë për dashurinë. Nëse keni hyrë te kjo video, do të thotë që gjithmonë ka një mesazh për ju. Mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Atëherë ju ftoj të ndiqni videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit mars, sepse aty përfshihet i gjithë muaji, videot e javës, por dhe video me tema për dashurinë, por edhe për eklipsin, sepse tham, ky eklips i hënës vazhdon deri në 50 ditë rresht. Energjia e eklipsit. Gjithsesi, doja t'ju falenderoj atë gjithë që më ndiqni dhe ftoj të gjithë ndjekësit e këtij kanali që ende s'kan bërë abonimin e tyre në këtë kanal të bëjnë subscribe për të marrë videot në vazhdimsi. Dhe do fillojmë në lidhje me këtë lexim të shohim se çfarë energjie do na vi për ju. Atëherë ju mund mendoni personin dhe unë shoh energjinë. Dhe eksplorojmë. Atëherë, unë shoh që ndoshta ju jeni duke ëndrruar rreth këtij personi, ju mund të keni dhe oferta të tjera në lidhje me dashurinë, por gjithsesi shoh që ky person mund të ketë krijuar probleme në të kaluarën e vet. Dhe është një person që kujdeset shumë në lidhje me këto ëndra ose iluzione. Por ndërkohë është një person që ju ndjek gjatë gjithë kohës në mënyrë të fshehtë. Por këtu flasim për dikë që ndoshta po rritet brenda vetes dhe dëshiron të marrë një drejtim të caktuar në lidhje me një dashuri. Ndoshta ky përbën edhe ka dhe dy mendime gjatë kësaj periudhe, në lidhje ndoshta për të përfunduar diçka dhe për të treguar i kujdesshëm në lidhje me emocionet e veta, ose me emocionet të caktuara që ka në lidhje me ju dëgjues. Gjithsesi, këtu gjërat po fillojnë, por ky person gjatë gjithë kohës është duke ju ndjekur, mund t'ju ndjeki nëpërmjet rrjeteve sociale, mund t'ju ndjeki ndoshta faqen tuaj, ose mund t'ju ndjeki dhe nga afër, varet nga se sa në çfarë distance e keni ju personin. Gjithsesi, ky person ka frikë nga një mur që vërtet e ka ndërtuar vetë. Është një mur ndoshta që ka lidhje me situata nga e kaluara. Mund të jenë situata të vështira që ju keni kaluar në lidhje me këtë person, dhe ky person është dikush që ndoshta tregohet pak i largët ose mban me vete këto pasiguri që mund të ketë. Gjithsesi, është një person që ndoshta mund të kuptoj, domethënë, ose pret më tepër që të kuptoj se çfarë po vjen në lidhje me këtë dashuri, duke marrë disa hapa dhe për të bërë përpara në lidhje me ju dëgjues. Gjithsesi, mund të jetë një person që përdor një lloj strategjie në lidhje me këtë dashuri, mundoj të tregohet i kujdesshëm dhe është gjatë gjithë kohës duke ëndrruar për ju dëgjues. Dhe shohim energjinë në vazhdimsi. Atëherë, ky person është duke, po të vëmë re këtu, jemi te asi i kupave, dhe kjo jemi te energjia e monedhave, energjia e ajrit, energjia e zjarit, energjia e ujit. Por mund të keni dhe ascendenten ose anën në këto shenja. Gjithsesi, ky person është, ndoshta i shikon gjërat në një këndvështrim tjetër. Do filloj të shprehet më qartë në lidhje me emocionet e veta, në lidhje me dëshirat e veta. Por ndërkohë, ky person kërkon të ndërveprojë në lidhje me ju, ndoshta me një mesazh, me një SMS, ose nga mënyra se si mund të sillet, si mund t'ju trajtoj për të hyrë në këtë lidhje, për të bërë këtë fillim të ri. Dhe këtu flasim për gjithë ata që duan të bëjnë një fillim të ri, por dhe gjithë ata që mund të kenë pas probleme dhe personi është duke menduar dhe
duke menduar përsëri në lidhje me këtë fillim të ri. Ky person ndoshta ju po mbani një qëndrim të saktuar, sepse jemi te energjia e shenjave të ajrit, mbretëresha e shpatave, dhe ju mund të mbani një qëndrim të saktuar në lidhje me këtë person. Sepse shohim nga njëra anë, ky person ndoshta i peshojnë këto gabime ose vështirësi që mund të ketë bërë në të kaluar ose në një periudhë të mëparshme, mundohet që t'i shmangi këto dhe të tregojë t'i kujdesshëm në lidhje me ju. Dhe shoh që ky person është duke ju takuar, por duke mbajtur një qëndrim tjetër, një qëndrim të ri. Ndoshta ky person dëshiron të marrë kënaqësi në lidhje me këtë dashuri nga ju dëgjues. Por gjithsesi ju keni marrë eksperjenca dhe ju shoh që jeni në një moment që jeni shumë të prerë në lidhje me këtë histori dashurie ose me këtë person që ju keni në jetën tuaj. Dhe vazhdojmë. Atëherë kemi energji të shenjave të ujit, të zjarit dhe energjia e shenjës së britsjapit. Shoh që dy persona që tërheqin secili nga vetja e vet. Mund të ketë një lloj egoizmi në këtë dashuri. Por gjithsesi është një lidhje që është e fortë, sepse shohim që të dy personat kanë shumë emocione. Jemi të dy shikupave. Dhe ndoshta nuk dëshirojnë të lëndojnë njëri tjetrin, edhe pse ekziston një lloj egoizmi këtu. Në këtë njohje që do futeni ose në këtë lidhje që ju jeni. Duhet keni kujdes me disa konflikte ose ky person mund të bëj edhe disa të luftoj për ju, dëgjues, për të qenë me ju, por në mënyrën e vet, ndoshta në mënyrë pak të vështirë, ndoshta në mënyrë pak agresive. Jo agresive, por në mënyrë pak të vështirë. Dhe këtu shoh që krijojnë disa situata tensioni, ose mund të krijojnë edhe ky person i krijon këto situata se nuk mund të largohet nga ju. Ndoshta ky person pyet veten në lidhje me këtë dashuri, si duhet të sillet në lidhje me ju dëgjues, sepse shohim që këtu ose ka pas disa situata tensioni ose një lloj egoizmi, ku personat kanë tërhequr në anën e vet, dhe ky person dëshiron ndoshta t'i kaloj këto situata. Më falni. Ndoshta kërkon t'i kaloj këto situata, ose dëshiron që të jetë plotësisht i përfshirë në këtë dashuri, sepse shoh që personi ka pasion, ka një tërheqje të fortë në lidhje me ju dëgjues. Dhe do marrim një pakoti të letrash dhe unë mendova të marr kartat romantike. Atëre, shohim kemi energji të shenjave të ajrit, të ujit dhe të zjarit. Atëre, unë shoh që nuk e di, ky person ndoshta dëshiron të stabilizoj këtë situatë në lidhje me ju dëgjues, sepse është shumë i dashuruar, por ndërkohë ky person është në gjendje pagjumësie, është duke menduar gjatë gjithë natës në lidhje me këtë fillim të ri. Ndërkohë, është një person që edhe ëndërron se si t'ju bëj një dhuratë, të vi drejt jush me një lloj gentilese, dhe kjo gjë ka bërë që ky person gjatë gjithë natës të mendoj se si mund të vi drejt jush për të bërë këtë fillim të ri, sepse kemi përsëri energjinë e asit të kupave, është një kupë mbushur plot e përplot me emocione. Ndoshta ky person dëshiron vërtet të ndryshoj diçka dhe të bëj, po të vëmë re këtu, këto portat janë hapur ose dyert janë hapur në lidhje me këtë fillim të ri. Por kemi dhe shenjën e plumbit që tregon shenjën e paqes,
që ky person dëshiron që vërtet ta bëj këtë fillim të ri, por ta bëj në mënyrë paqësore. Dhe ju shoh shumë të dashuruar. Ndoshta me këtë fillim të ri që do bëni, ky person mund t'ju thojë diku. Mund të jetë duke ju ftuar për të shkuar diku, për të lënë mbrapa ato vështirësitë që mund të keni kaluar, por edhe për të kaluar momente romantike së bashku. Po të vësh re këtu është një moment shumë i bukur në lidhje me këtë fillim të ri. Ndoshta për të realizuar këto ëndra që ky person i ka mbajtur si vlera në veten e tij, në lidhje me këtë dashuri. Dhe në fakt është një energji shumë e bukur, nuk doja ta prishja këtë energji. Gjithsesi, unë shoh përsëri fillimet e reja, shumë diskutime në lidhje me ju. Është një energji e bukur. Ky person është si t'i shofi gjërat në pasqyrë dhe të shofi se ku ka gabuar ose ndoshta do t'i mendoj gjërat më me logjik ose më me mençuri në lidhje me këtë dashuri. Dhe marrim një mesazh nga angjit dhe shohim se çfarë mesazhi ju japin. Atëre, kemi energjinë e dyshit të shpatave dhe ju thot ju nuk mundeni dhe nuk doni që të merrni një vendim, sepse ju shoh këtu që ju tregoni shumë të prerë. Jemi te energjia e shpatave, ju tregoni shumë të prerë ndaj kësaj dashurie, ndoshta edhe pak të ftohtë, kam një energji femrore këtu. Gjithsesi, ju thot që në vazhdimsi nuk është se do ketë probleme në lidhje me këtë njohje, ose me këtë njohje që do hyni ose me këtë lidhje. Kështu që ju, sepse ju shoh që jeni shumë konfuz në lidhje me këtë dashuri, ju doni të mbroni veten tuaj, nuk merrni vendime, nuk jepni zgjidhje, një njohje ose një lidhje që ju dëshironi të keni. Dhe marrim dhe një mesazh tjetër. Dhe përsëri jemi te energjia e shenjave të ajrit, përfundimisht jemi te 10-a e shpatave që tregon fund një periudhe të vështirë që ju keni kaluar në lidhje me dashurinë. Unë shoh një çlirim nga situata, tensioni dhe stresi që ju mund të keni pasur ose që keni në njohjet lidhjet tuaja për të bërë këtë fillim të ri. Dhe ju thot bëni ndryshime, thot se ka ardhur koha të përqafoni ndryshimet, të prisni gjëra më të mira tani. Diçka e re do fillojnë në lidhje me ju. Dhe këtu flasim në lidhje me një dashuri të re, tham, për gjithë ata që mund të kenë kaluar situata të vështira, me dashuri të mëparshme, por edhe me këtë person që mund të keni parë, që mund ta keni akoma në jetën tuaj. Gjithsesi, shoh që ju do çliroheni nga situata dhe pse ndjeni konfuz, nuk jepni dot zgjidhje, ëngjëjt ju mbështesin në këto situata dhe ju sugjerojnë që të dilni nga ky konfuzitet që keni dhe të merrni vendime të rëndësishme në lidhje me dashurinë. Dhe unë do merrja dhe mesazhe nga çfarë do donte ky person t'ju thoshte, çfarë mesazhi do t'ju jepte ky person në lidhje me këtë dashuri. Dhe thot, do doja të bëja mendimet e mia më të mëdha për ty, thot, binjakët. Ka një oqean në sytë e tu, thot. Dhe unë mund të shoh veten time tek ty. Është një mesazh fantastik ky. Dhe tjetra, dua të zgjidh në mënyrë jo kritike gjitha situatat e vështira që kam me ty, dhe shenja e virgjëreshës. Se marrim dhe një tjetër. Atëre, i gjithë universi punon për ne, thot. Atëre, ky person këto mesazhe do donte t'ju jepte në lidhje me këtë dashuri. Atëre, kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve.
mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit, videot e javës, videot me tema të ndryshme, por dhe eklipsin thanë. Atëherë ju uroj një mbasditë sa më të këndshme dhe dëgjim të këndshëm të kësaj videoje. Dëgjojmë në videot e radhës.